Gjykata kushtetuese ka publikuar aktgjykimin e saj me të cilin e ka qartësuar se nënkryetari serb i Kuvendit të Kosovës në legjislaturën e 10 duhet të jetë njëri nga 9 deputetët e listës serbe si shumicë brenda këtij komuniteti. Në aktgjykim thuhet se drejta e propozimit i takon vetëm shumicës së deputetëve serb dhe përderisa kjo shumicë nuk refuzon të propozojë kandidat për nënkryetar, procedura e shortit nuk vjen në shprehje. Gjykata ka theksuar se edhe në rastet kur ezaurohen nga 3 herë në votim të gjithë emrat e kandidatëve të propozuar nga shumica e komunitetit serb, kjo shumicë, që në këtë rast është lista serbe, ka të drejtë të fillojë me propozimet e njëjta pa kufizim, për sa kohë është brenda afatit 30 ditor për konstituim të kuvendit. Gjykata thekson se votimi për kandidatën e njëjtë mund të realizohet vetëm deri në 3 herë, me përjashtim të rasteve kur konsumohen të gjithë kandidatët e propozuar nga komuniteti në fjalë, dhe në këtë rast procedura e zgjedhjes së nënkryetarëve përjashtimisht mund të përsëritet nëse afati për konstituimin e kuvendit nuk ka përfunduar dhe të ketë vullnet të deputetëve të zgjedhur të kuvendit për ta konstituuar kuvendin. Në legjislaturën e 9, Nenad Rashiq u zgjodh nënkryetar kuvendin nga komuniteti serb në mënyrë antikushtetuese, pasi sipas gjykatës nuk ishin plotësuar kushtet për aktivizimin e mekanizmit debllokues, siç është procedura e shortit. Kjo arsyetohet me gatishmërinë e Slavko Simiqit që në seancën e 10 tetorit të propozonte sërish emrat e njëjtë prej fillimit. Gjykata rikujton se për të aktivizuar mekanizmin debllokues të shortit të përcaktuar në paragrafin 7 të nenit 12 të rregullores së kuvendit duhet të vinë në shprehje rrethana përjashtimore, meqenëse shumica e deputetëve nga radhët e komuniteteve që nuk janë shumicë nuk do të propozonte kandidatët sipas paragrafit 6 të këtij neni. Në këtë aktgjykim, kushtetuesja thotë se është përgjegjësi e listës serbe që të angazhohet t'i bëjë numrat për zgjedhjen e nënkryetarit serb, por edhe e shumicës që të garantojë përfaqësimin e tyre në kryesinë e kuvendit. Propozimet nga grupet parlamentare apo deputetët që gëzojnë të drejtën e propozimit në frymën e mirëbesimit dhe bashkëpunimit duhet të synojnë arritjen e konsensusit, të sigurojnë votat e nevojshme dhe të rezultojnë në zgjedhjen e kandidatëve, ashtu siç janë propozuar dhe siç parashihet me kushtetut. Gjykata rithekson se është përgjegjësi e shumicës që të sigurojë përfaqësim efektiv të komuniteteve që nuk janë shumicë në institucionet shtetërore të Republikës së Kosovës, gjithsesi në kryesinë e kuvendit. Rashiqi u zgjodh nënkryetar pasi u propozua direkt nga kryetari i kuvendit Dimal Basha, me që deri atëherë ishin kryer 27 runde votimi për secilin deputet të listës serbe dhe asnjëri nga ta nuk ishte arritur të merrte 61 votat e nevojshme për t'u zgjedhur.